do të kemi rreth 2 javë koncerte të ndryshme, manifestime të ndryshme për mosha të ndryshme, duke filluar nga fëmijët dhe të rriturit. Sa i përket Kosovës këtë vit kemi në bazë të numrit të lajmëruar të mysafirëve një ramje të numrit të prezantojmë në Kosovë ofertën turistike për muajin dhjetor. Oferta kryesore e qytetit janë plazhat qendër të qytetit të Ulçinit, sepse këtë vit do ta ndrojmë lokacionin. Do të kemi rreth 2 javë koncerte të ndryshme, manifestime të ndryshme për mosha të ndryshme, duke filluar nga fëmijët dhe të rriturit, dhe me datën 24 do të kemi Elitën 5 me koncertin e tyre, me datën 25 kemi Fisnikët, me datën 26 kemi Festivalin e Këngës për Fëmijë, i cili është ndërkombëtar, me datën 27 njëjtë koncert për fëmijë, me datën 29 Angela Peristeri dhe Sinan Vllazaliu, dhe do të ketë gjatë gjitha këtyre netëve deri me datën 7 edhe koncerte të themi këngëtarëve nga regioni dhe këngëtarëve vendas. Ndërsa se përket mysafirëve të cilët në numër në qytetin e Ulçinit janë më të mëdhej dhe ato janë mysafirët nga regioni, duke filluar nga Kosova, Bosna Hercegovina, Maqedonia dhe e mëtej, mund të themi që se përket Kosovës këtë vit kemi në bazë të numrit të lajmëruar të mysafirëve një ramje të numrit të mysafirëve, çka për neve ka qenë edhe e pritur me liberalizimin e vizave për kosovarët, të cilët kanë përzgjedhur që t'i kalojnë pushimet në ndonjë vend tjetër. Organizata turistike çdo vit në bazë të planit dhe programit të cilin e aprovon, ka bën propagandën të turizmit për qytetin e Ulçinit, qoftë në panajiret regionale, qoftë në ato evropiane, dhe ne nga muaji janar, faktikisht dhe këtu jemi në një lloj road show që të prezantojmë në Kosovë ofertën turistike për muajin dhjetor. Mirë po, nga muaji janar fillon pjesëmarrja në panajiret evropiane, duke filluar nga Gjermania, Austria, Polonia, do të jenë shtetet kryesore ku do të fokusohemi, dhe normal në shtetet e regionit ne marrim pjesë në të gjitha panajiret turistike, ku ne kemi manifestimin kryesor dhe do thotë jemi të koncentruar janë manifestimet e majit apo Maj Festi, ku mendoj që ndoshta edhe ju ndonjëherë keni qenë dhe e dini që është bambu manifestimi i cili ndodh, ndërsa këtë vit shpresojmë që do të kemi një nga këngëtarët e njohur të rangut botror shqiptar apo të regionit, dhe manifestimi Maj Festi apo ky manifestim do të zgjatë gjatë gjithë muajit të majit, do të fillojë nga 1 maji me Maj Festin, në Bambu Festin, dhe do të vazhdoj deri me 1 qershori, ku do të përfundojmë me manifestimin e ditës së fëmijëve, dhe në më këtë mënyrë do të bëjmë hapjen e sezonit turistik. Ne vetëm nga muaji shtator kemi filluar do thotë takimet me afaristët, biznismenët të qytetit të Ulçinit, të cilët janë kryekput të lidhur me turizëm, qofshin ato hotelierët, qofshin ato të sektorit privat, të akomodimit privat, të gastronomëve, të shfrytzuesve të plazhave, sepse oferta kryesore e qytetit janë plazhat, të cilat mund të themi nuk janë më të bukurat vetëm në Malin e Zi, por edhe më gjerë, duke filluar nga plazha e madhe dhe duke vazhduar në plazha tjera.